them kjo është një mesazh tjetër që askush nuk duhet bëhet marionete e atyre ta quaj liderëve profet të rejshëm unë i quaj në përshkrimet e mia nëse kemi pa, sepse po i djegin. Domethënë të kenë kujdes kush, çfarë funksioni merr, çfarë nënshkruan edhe çfarë përgjithsisht do të mbaj, sepse nuk mund të mbulohen njerëz do thot për dekada të inkriminuar në raste të këtilla dhe të marrun përgjegjësinë atyre. Domethënë gjithandej këtu në institucione personalisht më ka ndodhur edhe mua që nëse unë nuk nënshkruaj dikë që nuk e kam as do thot përgjegjësi juridike, domethënë me një autorizim gjërat nuk bëhen. Do thot duhet njeriu do thot personat që marrin funksione duhet të ruhen të kenë kujdes sepse mund ta psojnë shumë keq, sidomos në ato format ku po shplahen para të pista për persona për e pror ose për raste këtilla që kjo unë mendoj që në Maqedoni nuk do mbaroj me këtu. Do Maqedoni do ketë edhe raste shumë të çuditshme në ditët në vijim. Më kuptoni. Domethënë janë raste që po dëmtojnë rënd shoqërinë. Edhe shoqëria jonë nëse nuk pastrohet nga këto gjëra do të duhet të ikim gjithë. Do të duhet të marrim atë strajcën edhe siç kemi filluar në vitet 70-ta, sidomos tu Kërçov që është boshatisur vendi edhe do duhet të gjejmë rrugëzgjidhje tjetër sepse sistemi vret, sistemi diskriminon, sistemi të persekuton edhe pa faj, sistemi të shty tragjeditë janë, mirë po tragjedi e përditshme që unë këtu 1 kilometër vijajrore po thith atë mazutin te termocentrale Oslomej që 20 vjet e kam alarmuar situatën përmes shkrimeve, jam etiketuar si armik e Partisë Pushtet sepse tenderat i mbajnë ata, milionat i marrin ata, a unë thith mazutin kancerogjen që tani doli se vërtet një kompani e ndërlidhur të thot me pushtetin e së shkuarës që është ende deputet në parlamentin e Maqedonisë, edhe do thot dyshohet, nuk them se është punë e krye. Po do të tregoj drejtësia a është e vërtet apo s'është e vërtet. Megjithatë, zoti Balla, tymi del për ditë i zi. Tymi sapo ndizet 2 ditë është një tym katran. Po ta hyni në për faqen time të Facebookut mund të shihni edhe me incizim, jo vetëm edhe me foto. Se çfarë tymi kjo popullat po thith. Edhe çfarë mënyre jetese po bën. Njerëzit po vdesin prej kancerit, njerëzit po janë me smundje të mushkrive, për shembull siç jam unë, do të një ftoje e vogël edhe nuk e marr dot veten, edhe nuk lejohet asnjë do thot nuk ka as ankesa, as asku njerëzit janë vënë në heshtje si mësues. Është mbledhur, i është imponuar frika, njerëz të pak që flasin po anatemohen dhe po heqin zi të ullirit ditë për ditë. Shantazhon me vende pune, hiqen prej vendeve punës e kështu me radhë. Profesor, doja t'ju pyesja në pyetje në vijim që me 7-8 muaj të qeveritë e Mickovskit a ka ndryshuar diçka, edhe a ja vleni në qeveri, por ju me përgjigje që mblat unë e kuptova, por për të kaluar tek pjesa tjetër, ajo që është si shpresa, alternativa, apo ka katarsis brenda BDI-s, sepse në zgjedhjet e ardhshme ajo do të jetë alternativa. Do t'ua them shkurt, besoj që do ta kuptoni edhe ju publiku. Unë thjesht kam bërë një shkrim në 2017, është botuar nga shumë mediume për më fal, në 2021, duke hequr një paralele me virusin korona, domethënë kam folur për mutacionet politike, që sa herë po humbet kredibilitetin ta quaj kështu besueshmërinë një parti që është gjatë funksion, po krijon mutacione vazhdueshme, sa herë krijon një mutant që është edhe më i zhvilluar. Uroj që ja siç thatë ju, kjo strukturë që njerëz janë endur në përgjithta partitë, nuk është ndonjë risi politike, sepse këta risin politike nuk e duan. Ta risit politike i zhvillojnë, do të i kanë në dispozicion 100 mediume dhe po i ndalin qysh në start të bërjes së një koncepcioni të ri politik, veç kaq do them. Uroj që ky informacion mos jetë mutacioni i fundit për të shplat bëmat e dikujt dhe për t'ia shpëtuar lëkurën dikujt.
Unë ta që them, nuk them sigurt sepse mund tjetë, por